Roni, e di që ke shumë për thënë, thuaj për të tjetë, ma jep një koment edhe për këtë hulumnimin që kam bërë kryesisht në vendet e rajonit që Kosovarë dalin me gogja stres. Jo, ne jemi më të lumturit në botë, kjo është shaka. Shiko, ka diçka, jemi më të lumturit në botë, kjo është një sondazh që është bërë brenda 24 orëve dhe nuk kryen këto matje brenda 24 orëve, jemi më të lumtur apo jo. Po ka diçka që dua të shtoj. Po shqiptarët që nga fjalë Roni, gjithandej. Po mirë. Vetëm një gjë sa për atë vajzën dhe pastaj dalim aty shumë e shkurtër. Kur fëmijët lindjet e tyre shpërblehen me telefon, ju dhurohet dhurat me telefon, dhe një fëmijë kur merr një dhurat, një telefon, kjo nuk është dashaketësi ose mëkat, po pse nuk merr dhurat një libër ose diçka më shumë të vlefshme që do t'i sjellte produktivitet fëmijës në të ardhmen? Pse prindrit e bëjnë këtë? Dhe sa i përket asaj ona që e thash në fillim, po ta theksoj publikisht në nivelin global. A i diti që në vitin 2021, kur është realizuar një studim në JAMA Pediatrics, me 80.000 fëmijë, 1 nga 4 fëmijët kanë paraqitur simptoma klinikisht të rëndësishme të depresionit dhe të rëndësishme klinikisht të ankthit, pra 20.5%. Këto janë të dhëna aktuale, po flas statistikisht. E ndërsa sa i përket stresit që the, shqiptarët, ati studimi që shqiptarët apo popujt ballkanik janë më shumë të stresuar, këto janë studime që zhvillohen brenda 24 orëve të fundit dhe sigurisht janë sondazhe ku shqiptarët ose të anketuarit raportojnë stres në ato moment. Që nga fiktive, Roni, këto që nga anketime që nga, dhe unë duat të lidh pak me mentalitetin, a ka të bëj që Ballkanasit nuk janë fort organizuar, dhe kur si e organizuar, para që stres? Unë mendoj, si pas opinionit tim, nuk kam do një studim specifik për këtë, ne shqiptarët, përballë situatave apo sfidave të vështira, ne i perceptojmë si të vështira, dhe duke i perceptuar si të vështira, ne gjenerojmë stres, duke menduar se nuk kemi burimet mjaftueshme si ta përballojmë këtë stres. Ky është problemi ynë. Pra e perceptojmë si të tillë vështirësinë. E këtu ne duhet të punojmë, që vështirësitë jetësore jo ti perceptojmë si sfida mbijetese, por ti përfshim si sfida jete. Nëse më lejohet po jap një mendim personal. Unë kam përshtypjen që ne pas sa të kalojmë stresin e kemi kuptuar që kemi pasur atë stres. Jona, ju ja po e bëj një anketë të shkurtër këtu në emision. Sa persona jemi? Jemi 3-4 persona aty. 4 të shumuar. 4 kamermanët e regjia shumë janë. A jemi të lumtur ne me jetën tonë? A jemi të lumtur me jetën tonë? A mund më jap dikush një përgjigje? Si duhet votojmë, Roni? Nga 1 deri në 10, a si? Ta ngrisim dorën lart. A veç dorën lart? A jemi të lumtur me jetën tonë? Faleminderit edhe kamermanat. Ju më vërqenë kemi gjithë, jo, këj kameramani këtu sika. E tani kjo, është një gënjeshtër? Është një gënjeshtër? Jo, nuk është sepse ne deklaruam publik. Okej, Roni, tash në le pa tem. Mirë është këj sondazh, mere kështu si që është. Me po më thonë nga regjia që edhe këj studimi, që nga 24 orë, si që po thotë Roni, që ka bërë para datës 1, për para se dalin rrogat, kështu që pra ka për shakonat. Ishte për Ronin. Ron Kastratit, presim në studio kur do që t'jesh në Prishtinë, sepse në lemrosh nga Prizreni. Patjetër, uroj që të mos kemi stres asnjëherë. Uroj që çfarë? Uroj që të mos kemi stres, ose të kemi stres, po ta menaxhojmë në mënyrë cilësore. Ashtu po. Stres nuk ka vetëm ata që nuk punojnë dhe rrinë. Kështu që mirë është kemi stres, por me mas. Faleminderit shumë Roni edhe një herë, faleminderit shumë shikuesit që na kanë parë. Takohemi nesër e mërkur këtu në Klan Kosova në 12:30 me mua dhe Kronin.